Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i drejtuar nga sekretari i shtetit Marco Rubio, shpreh qëndrimin e tij në përgjigje ndaj një gazetari të njohur se ai nuk përkrah dhe nuk mbështet vendimet politike, politizuese, apo qëndrimet politizuese të administratës Biden, në rastin konkret për Sali Berisha. I jep përgjigjen më të fuqishme atyre përpjekjeve që u bën për një Shqipëri pa opozit nga Edi Rama. Unë nuk isha në një plan për udhëtim dhe natyrisht s'mund të them se do udhtoj këto 2-3 ditë janë ditët e kulmit fushatës, por unë nuk kam marrë asnjë përgjigje nga Departamenti Amerikan i Shtetit. As për këtë dhe për asgjë tjetër. Pyetja është se non grata është konsideruar vendim politik